u 11 časova u Kancelariju tužilaštva. Një ftesë të cilën nuk do t'i përgjigjet e ka marrë nga Prokuroria Speciale në Sarajevo, ku duhet të paraqitet të premte në orën 11. Presidenti i Republikës Serbe të Bosnjë-Hercegovinës Milorad Dodik dyshohet se ka shkelur rendin kushtetues të këtij shteti kur të mërkurën nënshkroi dekretet ligjore me të cilat në këtë entitet ndalohet veprimtaria e institucioneve shtetërore të Bosnjës, siç është gjykata dhe prokuroria. Derisa po diskutohet mundësia që të lëshohet flet arrest për Dodikun, në rast se nuk i përgjigjet prokurorisë, lideri nacionalist shkoi në Beograd për takim urgjent me Aleksandar Vučić. Të dy pretenduan se po bëhet plani për zhbërjen e Republikës Srpskës, kurse Dodik eskaloi duke thënë se bosnjakët po duan luftë, kurse serbët paqe. Ndërkohë presidenti i Serbisë, që i doli në mbrojtje të plot mysafirit nga Banja Luka, tha se të premten në orën 12 do zhvilloj bisedë telefonike me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për të diskutuar, siç tha, për gjitha temat e nxehta. Më 26 shkurt, gjykata kryesore e Bosnjës e dënoi Dodikun në shkallën e parë me 1 vit burg dhe ndalim nga ushtrimi i funksionit për 6 vjet. Ai është shpallur fajtor për mos respektim të vendimeve të përfaqësuesit të lartë Kristian Schmidt.